Përshëndetje për të gjithë, këto e keni recetën e akulloreve të cilat përgatiten në shtëpi dhe janë ideale për ditët e nxehta të verës. Produktet që na nevojiten për përgatitjen e akulloreve janë 400 ml hoplla të ëmbël, një pako pluhur për akullore, fruta të ngrira, Nutella dhe pak qumsh. Në një së pari e vendosim hopllën në ëmbël dhe e përzijem mirë, më pas ja shtojmë edhe pakon pluhur për akullore dhe i përzijem të dyja së bashku derisa ta formojmë një masë. Në anën tjetër, në blender i bluajmë frutat e ngrira me pak qumsh, të cilat unë i kam përdorur fruta mali nga Minus Zero Foods. Më pas, masën e ndajmë në dy pjesë të barabarta, njërës pjesë i vendosim frutat e ngrira dhe pjesës tjetër i vendosim Nutella. Të dy masat e përgatitura i vendosim në enë të ndryshme dhe më pas i shtrijem mirë dhe i vendosim në friz për 2 deri në 3 orë. Shijen e akulloreve mund ta bëni me çfarëdo që dëshironi ju, unë kam vendosur që këtë herë ta bëj me fruta mali dhe me çokoladë. Kështu duke në fund, ju bëft mirë nëse i provoni.